Përpara betejës me Jakub Arnautin, Skënderbeu foli ushtarëve të tij. Megjithse edhe herë të tjera, nxitja e ushtarëve prej kapetanit apo komandantit është pak e nevojshme. Sot sigurisht kjo detyrë për mua, mendoj se është edhe më pak e nevojshme kundrejt jush, po bashkë këtu ftohtar të mi. Sepse kur kali, si i thon një fjali, është duke vrapuar dhe ngjet me të katra. Është e tepër dhe e padhon që t'i japësh me mamus. Dhe me të vërtet, unë e shoh po ushtar të mi, por të dashur, se secili prej jush, pa urdhër të komandantit, pa porositë e kapetanit, qëndroni i gatshëm me gjithë zemër, mban rregullin u shkon prapa flamujve dhe bajraqeve të veta. Bën eriroje, kryen detyrat dhe shërbimet prej ushtarit në set. Unë e shoh se ju jeni tërë kujdes, pa fjetur, dhe të pa lodhur ditë e natë, që s'rrini kur pa punë, kur në plodhështi e pushim, por që jeni të ndezur e fort të gatshëm, pa zegtha e mamuza, dhe të pa trembur e të pa mposhtur përballë çdo gjëje që vlen për fitoren dhe që ndihmon për t'i arritur fitores që sulmon veç kësaj dhe shtypin armiku. Me zemër e trimëri të pazakon, që se humni kur besimin, as shpresën për fitore. Prandaj, nëse i është lejuar dikur kapetani apo komandanti të krenohet për ushtarët e vet, kjo gjë mua më është lejuar në çdo kohë për ju, sepse me ju, sado që kemi qenë gjithmonë më të paktë se armiqt. Me gjithë këtë, kemi dalë kurdoherë mbi ta. Sot ne, ashtu siç e dëshironit ju me të madhe, ja kemi arritur një fitorie të shkëlqyer dhe të rrallë kundra Ballabanit, armikut ton më të egër, i cili me autoritetin dhe besimin e madh që gëzonte pranë Otomanit, arriti të ketë kundër nesh dhe t'i jepte çdo gjë që kërkoi prej tij dhe çdo gjë që i desh zemra. Pasi mblodhi një ushtri shumë të madhe dhe të freskët, dhe u lëshua kundër nesh me tërë forcat, me qëllim që të plotësonte dëshirën e vet dhe të mund të mbante fjalën që kishte dhënë për fitoren e sigurt që do të arrinte mbi ne. Kujtoi se do na zinte në befazi dhe do na mbërthente me dy ushtri nga më të mëdha, se do të na dërmonte dhe shkatronte me dhelpëri e prita. Por me ndihmën e Perëndis dhe me trimërinë tuaj, ndodhi që ne t'i lëshoheshim atij të parët dhe ta shuanim së bashku me tërë ushtrinë e tij, duke i dhënë dërmën e duke bërë kërdin e të. Tani përkundrazi që ne, si i thon fjalës, ende si kemi lartë duart, tani që s'ka mbaruar ende gostia, e s'janë ngritur ende sofrat, Jakub Arnauti, si ndonjë agostar i mirë e fort bujar, dëshiron ta shtrojë drekën se njëzi dhe të mos i mashtrojë mysafirët e vet, por t'i pres mirë dhe si askush tjetër për të mos i marrë uria, duke sjellë ushtrinë e vet si te pric. Ja ushtar të mi fort të dashur, para se të dalim nga lugina, para se t'i lajmë duart tona, të ndotura nga gjaku armik, para se të thanim shigjetat e të pastronim armët, dhe para se t'i fusim në mill e në këllëf, na erdhi Jakupi për t'u sjellë juve gatimet e veta, peshqeshet dhe dhuratat e kushtuara, ushtrinë dhe tepricat e dërguara kundër jush nga Otomani, me qëllim që të shijoni apo të kapërdini prej tyre çdo gjë që do të dëshironit. Kështu shok dhe burra kryetrima, e fort të lumtur, edhe shkojmë në dasëm, unë afton Jakupi, unë agrish, me qëllim që pasi të hamë dhe ngopemi, sa të velemi, të marrim edhe me vete, le të hiqemi që këndej, le të dalim, le të vrapojmë kundër Jakupit dhe ushtrisë së tij, e cila është pa dyshim e pakët dhe vetëm e dërmuar. Me të vërtet, në rast se ne e bëm copa Ballabanit, bashkë me 24.000 veta, përse nuk do të shkojmë në thik Jakupin me 16.000. Sidomos në këtë zjarr tuaj luftarak, ose kini pushuar ende furinë e luftës, kur si kini shuar ende ndjenjat dhe vrudhën luftarak.
Mua më duket e ushtar, se po e shoh Jakupin, dhe më sillet para syve i vrarë prej jush dhe i dërmuar së bashku me tërë ushtrinë e tij. Prandaj le të shpejtojmë kundër tij, le të nxitojmë, të mbushim e të ngopim oreksin ton, dhe përpiquni tani tërë forcat që të ktheheni në shtëpi, pranë vatrave, fëmijëve dhe grave tuaja, të ngarkuar e plot me plaçk dhe pasuri armike. Ushtarët, para se Skënderbeu të mbaronte mirë se foluri, u ndezën nga një zarar aq i madh, për të përleshur saqë të gjithë britën një zëri se duhej vrapuar kundër armikut, për të kapërdirë e pricat e drekës që Jakupi kishte sjellë për t'i shtuar. Si të sigurt përfitore, ata dërguan përpara flamurtarët me shqiponja e flamur dhe nisën në ushtrinë, duke marrë rrugën drejt Jakupit, i cili kishte ngulur çadrat në Tiranë të vogël. Kur e mori vesh se po vinte kundër tij Skënderbeu me ushtrinë, i ngriti çadrat sa ndejmi. Dhe me që nuk dinte ende gjë për kërdinë e ushtrisë së Ballabanit dhe për aratinë e tij, i mblodhi forcat në pjesën më të jashtme të Tiranës, në një cep të saj, pra një farë kodrine apo malti, ku është një fshat ose bashtin që quhet nga banorët Kashar, ku vendi dukej më i sigurt dhe më i përshtatur për kampin e tij. Skënderbeu, përkundrazi, zuri po atë vend që mbante më parë Jakupi. Në këto vende pushuan atë ditë, pa u përleshur si njëri si tjetri. Por natën që pasoi Skënderbeu e kaloi të rangët me shqetësim, se mos Jakupi po të dëgjonte rastësisht për këtë dinë dhe ikjen e shokut, merrte aratinë së bashku me ushtrinë. Prandaj ai i zuri dhe i mbylli gjithë rrugët, shtigjet e udhët. Muri e caktoi kudo roje. Kur agoi dita, dielli që ndriçoi, ato anë i vriste sytë në drejtim të armiqve. Skënderbeu e kuptoi këtë, prandaj tërë besim se do të bëhej më lehtë, zoti fitores. Gaditi e radhiti ushtrinë. Dhe plot shpresë e guxim, arriti pranë kampit të Jakupit. U dha urdhër që t'i hidhnin armiqve disa kokë të vrarësh nga të ushtrisë së Ballabanit, që i kishte sjellë me vete, të ruajtura me kujdes, por t'ua treguonin robërit të lidhur, siç ishin Jakupi pikëlluar nga një zi kaq e madhe publike dhe njëkohësisht familjare. Tregoi se pas ka thënë që po e kuptonte mirë fatin që kishte pasuar otomani. Pas kësaj, Skënderbeu dërgoi kundër Jakupit për ta ngacmuar e ndezur për luftë 600 kalorës, nga më të zgjedhurit, të cilët u porositën, të mos fillonin ndeshje, por t'i kthenin shpinën sulmonjësit. Gjë që edhe u bë. Jakupi, pasi formoi nga tërë ushtria e vet 3 radhë, doli me njëherë nga çadrat dhe i ndoqi epiorët që po iknin. Deri nisi një betejë ashpër nga të dy anët, por fitoria që e lehtë për të krishterët, sepse Skënderbeu, duke u kthyer Jakupit dhe duke çarë gjithë radhët e armiqve, shpoi atë së pari me heshtë, pastaj i kputi kokën. Barbarët, kur pan Jakupin të vdekur, morën të gjitha aratinë dhe u shkoqën duke u vrarë dhe duke u zënë të gjallë, kurse ata që shpëtuan duarve dhe fëmijët e ushtarëve. Të shpërndarë sa ande i këndej në përara, hyje dhe fusha, ziheshin të gjallë ose vriteshin nga fshatarët dhe banorët e vendit. Kurse janë vrarë nga Skënderbeu, pothuaj në të njëjtën kohë dhe betejë kaq armiq dy ushtrish. Dhe dukej se u la plotësisht kërdia e Beratit me aratinë e njërit kapedan e dërmën e ushtrisë së tij, me kërdinë e tjetrit dhe të gjithë ushtrisë së tij. 24.000 armiq të vrarë, 6.000 të zënë, me plaçke madhe prej gjërash të tjera të ndryshme, si dhe prej ari e argjendi. Mbi 4.000 fshatar, të cilët ishin zënë e mbaheshin pranë armiqve, u liruan. Jo qenë një farë ngushëllimi në vend të atyre që humbën, pranë ngushticave, pranë bigave valkale. Në këtë betejë, po fitoria nuk arrit as pak pa gjak, u vran pothuaj 1.000 epiorë, dhe fitimtarët u velen aq shumë me gjak. E kërdi
dhe u lodhën aq shumë, që kur të nesër më njoftuan Skënderbeut se Ballabani kishte ikur përmes Kërdisë vetëm me një varg të ushtrisë dhe po largohej pa flamuj. Pa ndonjë rregull dhe se kish mundësi, po të dërgohej për t'i ndjekur vetëm njëri krah. I kalorsve të shkatroheshin me lehtësi të gjithë. Le të mbeten, tha disa lajmëtar të Kërdisë së armiqve të trimërisë son, pas fitores që arritën mbi ta. Pasi mori fund gjithçka, komandanti i kampit të Skënderbeut e drejtoi udhëtimin për në qytetin e Krujës. Udhëtimi u prit nga një turm më e vogël njerëzish, sepse s'kishte ardhur më parë asnjë lajmëtar, por me një kënaqësi aq të madhe sa së shmendën nga gëzimi. Në Krujë, asnjëra as tjetra gjendje shpirtërore s'mund të tregohen, as mund të përshkruhen si duhet, si shqen me të vërtetë, as se gjërë ku arriti tmerri i qytetit nga shpresa e pasigurt përfundimit, as se sa i madh që gëzimi që vërshoi në të kur morën lajmin e fitores. Asnjëherë gjatë gjithë ditëve, kurse u hap lajmi se kryetrimi i Skënderbeu ishte nisur kundër armikut, që prej agimit të diell e gjerë në perëndim, nuk u largua kush qoftë prej parjes së qytetit nga pallati dhe nga zyrat, qoftë populli nga pazari. Zonjat e shtëpisë që s'kishin ç'të bënin tjetër, u dhan pas lutjeve e kushtimeve, dhe duke u ëndër në përgjithë faltoret, spushonin së luturi dhe së taksuri Zotin e qiellor. Qyteti, kaq fort të shqetësuar dhe në një harmë kaq të madh, i erdhi së pari një lajm i pasigurt se në kampin që ishte vendosur pranë kufive dhe përkundrejt gyrkave të Epirit, kishin ardhur nga betejë 2 kalorës libran që lajmëronin se armiqt kishin pësuar Kërdin. Lajm ky që në fillim e dëgjuan me vesh, por që s'u nxiste zemra, sepse ishte më i madh dhe më i gëzueshëm se sa mund ta merrnin me mend dhe mund ta besonin. E vetë shpejtësia s'të linte ta besoj, sepse thuaj gjatë 2 ditëve para betejës. Pastaj, për mbritjen e kalorës me Dibran, erdhi një letër nga kampi dërguar prej Tanushit. Kjo letër e sjell nëpër pazar, i ngriti të gjithë për në pallat, pranë hyrjes së të cilit populli u derdh me një poterje dhe vrap aq të madh, sa që lajmëtari s'mund të afrohej dhe po tërhiqej prej tyre, që e pyesnin dhe bërtisnin që letra të lexojë më parë në pazar se në pallat. Pas u lexua letra edhe në pallat, dhe një palë, sipas karakterit të secilit, gëzimin e kishin të sigurt. Një palë të tjera s'besonin as pak, para se të dëgjonin lajmëtarët, por letrën e komandantit të kampit. Erdhi lajmi se po afrohej vetë komandanti i kampit. Të herë, nga dëshira që kishte secili për ta thirrur me sy e me vesh një gëzim aq të madh, u derdh gjithë njerëzia për të dalë kush e kush më parë, përpara dhe arritën gjërë në një maj i hapa, po thuaj jashtë portave të qytetit. Komandanti i kampit ishte Tanushi, i rrethuar nga një mizëri gjithfar njerëzish. Arriti në pazar, ndërsa një palë atë vetë, një palë shok e tij po i pyesnin të merrnin vesh ngjarjet që kishin ndodhur. Dhe sa po dëgjonin njerëzia se ushtrit armike kishin pësuar Kurdi, dhe njëri nga të 2 komandantët ishte vrarë, se legjionet epiriote ishin shëndoshë mirë, dhe Skënderbeu së bashku me komandantët e kampit të tij, të gjallë, secili e ndante me njëherë gëzimin e vet, edhe tjetër në tutje, sepse ishte zor të vi një gjë në pallat, dhe aq më zor të largohej turma që të mos përzihej me pari. Në pallat u lexua letra, pastaj Tanushi. Pasi u lexua letra, parashtroi vetë në mënyrën më të plotë, mes duar trokitjesh të pazarit, gjithë veprat trimërore që kishin bërë. Më në fund, duke broritur ashtu i gjithë pallati. Ka që me zua nxinte zemra gëzimi, prapuan që andej një palë në përfaltorët e shënta, për të shfaqur me njohje një palë të tjera, në për shtëpit për të ndarë një lajm kaq gazmor me gratë dhe fëmijë.
Autoritetet dhe paria vendosën të bëheshin lutje 3 ditë për punën që Skënderbeu me ushtrinë që ndoshta mirë kishte kërdisur kapedanin dhe leqionit e armiqve dhe i kishte dhënë Ballabanit aratim. Po këto lutje shpalli edhe shoqja e Skënderbeut, së bashku me këshilltarët. Lutjet u bën nga burra e gra për 3 ditë me radhë. Paltoret të gjitha patën po aq popull, ndërsa zonja të veshura me robë madhështore, së bashku me fëmijët dhe të çliruar nga çdo frika. Sigur lufta të kishte marrë fund, po i faleshin Perëndisë së patepër. Kjo fitore solli gjithashtu në qytet, një gjendje sigur të gjithë të kishin fituar paqen e përhershme. Pasi u dërmua kështu pothuajse në të njëjtën kohë, dhe betejë ja Kuparnauti, së bashku me shokun e vet Ballaban dhe ushtarët e tyre, pasuan kërdin. Skënderbeu, portokalli unë të merë më të madh armiqve, u lëshua me njërë mbi viset armike, dhe pas hyri sa më thellë në to, bolli kudo me zjarre hekur shkreti. Që andej pastaj, dhe dal fitimtar, dhe duke sill me vete një plashkë sa më të madhe nga viset armike, u kthye tër gaz e gazim në vendin e vet, pa i kundërshtuar fare apo pa i dal përpara asnjë armik. Pasi lasi pas zakonit, rojen e zakonshme, u fite mbretërisë. U kthye si ndonjë triumfator, me brohorim dhe klith magazimi në qytetin mbretëror të Krujës. Atje, pasi kremtoi për disa ditë në mes të qytetarëve, dhe së bashku me ta një fitore aq të madhe dhe të gëzueshme, u shkroi letra të zbukuruara me dafina, pothuaj gjithë mbretërve dhe princerve të Krishterë, dhe i bëri pjesëtar dhe ndau me ta këtë fitore, që me ndihmën dhe për krahjen e Perëndisë pati kundër barbarëve. Ai u dërgoi gjithashtu atyre edhe dhurata e peshqeshe të ndryshme nga plaçke armiqve, sikurse kuaj si shtonë, me këmbë me fletë, dhe shumë të shpejt, sklevër të zënë, armë e shpata, lelje gjithashtu madhështore për kuaj dhe sëndet e tilla të bukura. Pastaj liroi ushtrinë dhe la secilin të shkonte në shtëpi të vet. Pas kësaj, ai vit që për Skënderbegas aq i shënuar sa i ndritur e i gëzuar.